Nderuar Zoti Kryeministër, I dashur Kier, është një tjetër vizitë historike në Tiranë pas asaj të presidentit Macron, I cili ishte I pari president në historinë e marrëdhënieve shqiptar-franceze që vizitoi Shqipërinë. Ju jeni I pari kryeministër në historinë e marrëdhënieve shqiptaro-britanike që vizitoni Tiranën për një vizitë bilaterale që ne çmojmë jashtëzakonisht shumë në vigjilje të samitit 6 të komunitetit politik evropian. Dhe dua t'ju falenderoj ju posaçërisht për kujdesjen qysh në ditën kur unë erdha ndër samitin e Londrës që ngarkuat njerëzit tuaj për të na ndihmuar me ekspertizën e tyre në organizimin e këtij samiti në Tiranë. Kemi një rritje të shkëmbimeve tregtare krahasuar me më parë rreth 27%, por shuma e përgjithshme e shkëmbimeve tregtare është më pak se sa buxheti I skuadrës së Crystal Palace. Kështu që është mirë që ta rrisim më shumë. Po, e kuptuat drejt. Kam qenë shumë I qartë qysh prej ditës së parë kur nisëm këtë proces me Italinë, që kjo ishte një marrëveshje e vetme me Italinë për shkak të marrëdhënies sonë të veçantë, por edhe geographical situation which makes a lot of sense. Fal situatës gjeografike që është mjaft kuptim plot. To be very frank with you, we have been Për të qenë shumë I sinqert by several countries if we were open to it. Me ju, na kanë kërkuar një sër vendesh nëse ishim të hapur për një gjë të tillë dhe ju kemi thënë jo, sepse we are loyal to the marriage with Italy. Jemi besnik martesës me Italinë dhe pjesa tjetër është thjesht dashuri.